shpesha për disa fjalë zemre do dëgjoni para se të vëmë ndalje. Jemi në mbyllje të sezonit akademik. Sot është një nga festat më të bukura që ne mbajmë mend në jetë dhe fëmijët do mbajnë mend në jetë. Do të bëjmë një falënderim shumë të madh për të gjithë mësuesit e Time Center, për gjithë kuadrën e Time Center, për gjithë mësuesit që kanë shënuar gjatë gjithë sezonit që të marrin një rezultat të kënaqur. Por falënderimin më të madh e kam për fëmijët tuaj. Janë drita e syrit, janë ata që na frymëzojnë çdo ditë që ne bëjmë gjëra të bukura. Na frymëzojnë dhe na bëjnë të përgjegjshëm që çdo mëngjes që vim fund të kujtojmë një fjali dhe ta mbajmë vatë në veç. Besimi juaj është përgjegjësia jonë. Ju falenderoj përgjithsisht që na keni mbështetur gjatë gjithë sezonit. Jemi munduar të bëjmë më të mirë. Si ju, si ne, kemi dikë pa negociuar që ne kemi të ndërruar janë fëmijët tanë. Shpresoj që do vazhdoni të mbështesni, do vazhdoni të na besoni dhe në programet e tjera, çerdhe, kopsh, parashkollor, passhkollorit, kemi nisur, kemi bërë, ka qenë një vit i vështirë. Ka qenë një vit i vështirë për dy arsye. Sepse brezat nuk janë më brezat e më përpashme. Shkolla nuk është shkolla që kemi bërë ne. Jemi përballur me një sfidë këtë vit, që duhet kuptojmë që po ndryshon dhe duhet të gjithë të ndryshojnë, duhet gjithë të bëjmë jetën më të bukur dhe t'i kuptojnë. Do t'ju lutesha, ata sot kanë emocione, për gjithë që keni marrë fëmijët e vigjit, të keni me jetë, ju lutem mundoheni që mos t'i çoni në skenë dhe t'i mbështesni në dorëdorë tjetër. Përgjithsisht faleminderit për gjithçka. Faleminderit.